Alba din që është temë delikate, Alba është shumë e meqme, Alba deri tani ka bu shumë sene për loj, edhe tu marrë parasysh që Alba din që është temë shumë delikate, e din që ka mundësi edhe që onë pianistjat e veta, se tu të shë edhe me thonë diçka gabim drejtë saj se është u full për fe, edhe Alba mbrohet do me thonë prej qësej, temës delikatës, për t'i qysh me sa për më kuptojnë. Do me thonë në momentin që ti e kundërshton, kjo del, do me thonë si... Në regull. Po më kem gabimet e mija, ti nuk del Alaudin. Kur më kundërshton Kjo është një temë shumë delikate që unë nuk... E Diola, ju lutem. Alaudin. Ju thash, ju lutem me respekt, pavarësisht mendimeve që i keni thuni, po mos akuzoni edhe... Jo. Trajtojni me respekt temën për të cilën po flasim. Jo personin në këtë rast nëse nuk gjeni empati për ta. Alaudin, kjo temë është shumë delikate dhe unë nuk e ndjej veten që mund të jap një përgjigje, se unë nuk është se kuptoj shumë. Nuk dua të jap një përgjigje për këtë. Po, Gerta. Dini, dua të regojmë shumë e kujdesshme, sepse nuk kam shumë informacion për islamin, duke që se i përkas një feje tjetër nga tradita familjare, por që e di që mbulesa e një femre në islam është një gjest shumë sublim, tregon një devotshmëri absolute ndaj Zotit. Dhe dëgjova me shumë vëmendje Albën në gjithë fjalët që ajo tha, dhe nuk kuptova ose nuk dëgjova në asnjë moment që ajo këtë mbulim që do të bëj e lidh me islamin. Unë di që një femër që vendos të mbulohet i njeh parimet e islamit, studion, njeh Kuranin dhe gjithë rregullat që duhet bëj dhe kjo e çon më afër Zotit. Ndërkohë që Alba flet për një ndjesi të vetën që i ka ardhur që në verë, por që vendosi ta bëj tani 3 javë para finales, dhe që duket, të lutem, duket sikur thjesht po e merr hua mbulesën nga Islami dhe për të, nuk e di, ndjesit që i vinë nga brenda, nga shpirti e gjitha me radhë. Por unë Islam nuk dëgjova nga Alba. Unë kam thënë që feja e vetme është feja e Zotit. So Anita. Këtë e them. E tha Hygi. Okej, Aurora. Ke pyetja njëjtë, nëse kjo ka prit deri tani, pse s'prit edhe 3 javë me... Se kështu vendosa që të shfaq fuqin e balancës edhe në mes të një situate kaotike. Aurora. Dhe pse mos, kot nuk kemi një arsye që jemi figura publike. Unë pak me folë për këtë temë hetë, se po më duket shumë delikate, po edhe uroj me gjithë shpirt me kon gabim, po shumë e nej që e ka për loj, me një pik të lojës ku e i natash, për një me nuk e kena prit veç që të sem prej Albës, pra për uroj, unë e me kon shumë gabim, është hera por që uroj vetit me kon gabim me shpirt, tjesht më duket që i të përdo shumë për loj edhe është gabimi maj madhë nëse e bën. Kushtrim. Dini? Dini sa i përket për mu mbulu mbulesa si mbules, mundet me bo qysh sët, se nuk është diçka ka që madhe qysh për e bojnë edhe banorët e tjerë, për ndryshe ajo i mlën veç flëkt e sa i përket besimit qysh dohet si pas regullave të islamit, atëherë janë muhabete tjera dhe procedura tjera. Për mbulesën si mbulesën e shoh që mundet me janë një qysh sët, veç flëkt i mlën edhe kur gjë ma shumë. Ardit. Po se ndjeve... Po shka është bindja, jo mbulesa, ajo është... Ardit. Dini, apo veç pak? Me radhë, Ardit. Dini, vetë Zoti ma i madhin këto momente e din se është e vërtet apo jo, përderisa në tjerë po supozojmë. Alba, kjo është një vendim shumë serios, këthim pas nuk ka, nëse është kjo e vërteta, atëre veç muj me thonë Zoti që përbleft dhe veç vazhda. Dhe unë me zi pres. Benita. Une nuk e di që shindran mendja ka shpejt Albës, se sot të ditën u kanë të full për operime, për gjoksin, për kësi sene që faktikisht Islami nuk është që fort i pranon. Si di unë 100% Islamin. Që sot të ditën jesit në përshpetu i përmen këto sene, e para e punës. E dyta është vendimi ma i mirë që mundet me ba një person, me unë bulu, e ka të drejtën se cili. Thjesht unë e mendoj total që e bëm për lojë në këtë pikë lojës që jena. Që që Alba nuk besoj absolutikisht heq. E bëm për lojë. Që 2 muaj gjysë jemi këtu. Edhe Ludo dhe pastaj themi të te. Ludo. Unë dini nuk kam koment, unë jam shumë lojal me fe dhe unë gjithmonë e përgëzoj shqiptarët se janë gjithmonë thonë feja shqiptaria sa shqiptaria dhe gjithmonë feja shqiptare të është në shqiptaria. Feja njerëzve është vetë feja. Për atë s'kam shka me folë, kjo e din veç ka autobon nuk i përzina një të sajna, jo.